Zëdhënësi i lëvizjes vetëvendosje Arlind Mandjuka është liruar nga akuza për nxitje të përçarjes, ndërsa Egzon Azemi është shpallur fajtor pas rikualifikimit të veprës penale në Kanosje. Sipas prokurorisë, Mandjuka e shefi i kabinetit të ministrit të shëndetësisë nxetën urrëtie dhe mosdurim ndaj gjyqtarit Mentor Bajraktari e ish prokurorit Afrim Shefkiu me reagimet e tyre në rrjetet sociale pas lirimit të akuzuarit për terrorizëm Dejan Pantić. Azemi, i cili pati shpërndar citatin tradhtarët plumbin e kanë hak, u dënua me 6 muaj burgim. Arlind Mandjuka me shënimin personale se nga këtë akuzë lirohet nga akuza. Gjykata nuk gjeti elementet të veprës penale për cilën akuzohet apo elementet të ndonjë vepre tjetër penale. I pandehuri Egzon Azemi shpallet fajtor. Me 6 muaj burgim u dënuan edhe Qerim Elshani e Edi Zenelaj. Edhe ndaj këtij të fundit, gjykata rikualifikoi veprën penale nga Kanosje në nxitje e përçarjes dhe mosdurimit. Qerim Elshani shpallet fajtor për veprën penale Kanosja nga neni 181 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës Kosovës. I pandehuri Edi Zenelaj shpallet fajtor për veprën penale nxitja e përçarjes dhe mosdurimit. Elshani akuzohej se ka nosi prokurorin e gjyqtarin duke shkruar se atyre duhet t'u hidhet bombë në gojë, e Zenelaj se bëri grafit me emrat e tyre duke i përshkruar si shtyll turpi. Ndërsa Mandjuka kishte shkruar se ky akt lirim është akt tradhti kur Dejan Pantić nga paraburgimi kishte shkuar në arrest shtëpiak.